nga aktiviteti për Shqipërinë dhe ai nuk ka pranuar dhe për këtë është ekzekutuar nga regjimi komunist. Pyetja e mëhershme e zotit Ernesto ishte ku është varrosur dhe përgjigja është që nuk i dihet më as varri. Pra e kanë varrosur dhe e kanë vrarë dhe e kanë nuk dihet. Noi abbiamo fatto il gemellaggio. Pastaj fal edhe ndërhyrjes së presidentit Begaj, komuna e Strigarit ka bë marrëveshje binjakëzimi me komunën e Fanit. Mirdita, dove si trova anche Fan. Sì. E in quell'occasione la cosa più bella e diciamo il regalo più bello che ho ricevuto da parte del sindaco di Mirdita, mi è stato consegnato una copia del documento del primo governo provvisorio quando Terenzio Tocci ha issato la bandiera e ha praticamente formato questo governo provvisorio. Dhe kur ne kemi ardhur në Fan për të nënshkruar marrëveshjen për binjakëzim, ndjera dhurata më e çmuar që më është dhënë, thotë është kur kryebashkiaku i Fanit ma ka dorëzuar dokumentin, listën me emrat e të gjithë përfaqësuesve të parë ose të qeverisë së parë shqiptare dhe Terence Toci natyrisht ka qenë njëri prej personaliteteve. Ma la cosa più bella di quel documento che alcuni componenti che non erano in grado di firmare hanno messo l'impronta digitale. Dhe ajo që më ka bërë veç mas përshtypje ka qenë që disa prej përfaqësuesve të atëhershëm të qeverisë kanë nënshkruar, por disa të tjerë, të cilët me gjasë nuk kanë ndikë, ndoshta nuk kanë njohur shkrim leximin, kanë vënë gishtin, kanë vënë gisht, sikur thuhet, për të vënë identitetin e tyre ose firmën e tyre, le të themi në nënshkrimin e tyre në dokument, në vend të nënshkrimit. Ma questo per dirvi che noi al Brescia, come diceva anche Angelo, noi siamo tutti emozionati. Quando parliamo, io capisco Angelo come capisco Giuseppe, Ernesto Serena. E Serena, perché noi quando parliamo della nostra storia, quando parliamo di voi, quando parliamo dell'Albania, siamo sempre molto emozionati. E thash e përdora këtë histori, bëra gjithë këtë rrëfim vetëm për të treguar se sa të lidhur jemi ne me ju dhe sa e rëndësishme është për ne. Unë kuptoj natyrisht shumë mirë gjithë kolegët kur flasin, kuptoj ndjenjën e tyre, emocionin, sepse kjo është ajo që ne e bartim për ju. A pritet me ndodhë ndonjë binjakëzim me ndonjë qytet në Kosovë kështu prej qyteteve? Ci sono stati previsti altri gemellaggi delle comune al Brescia con le comune qua? Allora, per quello che mi riguarda, io ho già fatto un gemellaggio, come vi ho prima detto, con Mirdita, ma già quest'estate, grazie all'ambasciatore, ho avuto modo di conoscere delle località e quindi stiamo già predisponendo gli atti per poter fare un gemellaggio anche con una comunità del Kosovo. Sa I përket Strigarit, ne tashmë sikur e nënvizova kemi bërë një marrëveshje bashkëpunimi me binjakëzimi, më falni, me komunën e Fanit në Mirdit, por sikur e përmenda, unë kam qenë thot në Kosovë verën e shkuar dhe kam pas mundësinë që të takoj kryetar komunash këtu dhe tashmë jemi në proces të identifikimit edhe të nënshkrimit, shpresojmë të një marrëveshje binjakëzimi me ndonjëra nga komunat. Possiamo dire quale... Nuk është e saktë? Vai. Na thuj. A te l'onore. Atëherë, ideja që u pëlqen më shumë të këtyre është që të kenë një marrëveshje bashkëpunimi me Istogun. Me Istogun. Istogun, okej. Pse? Natyra? Uje? Ci sono diciamo ragioni particolari o... No, io non posso rispondere al tuo È il paese di Rugova. Sepse është thot vendlindja e presidentit Rugova. Allora, ecco, la scelta è ricaduta su quella cittadina perché avendo avuto anche noi un patriota, Terenzio Tocci, quindi abbiamo scelto una cittadina
cioè di un altro grande patriota Ruo. Atëherë, paka shumë ideja, duke qenë që ne kemi pas po ashtu një patriot shumë të madh i cili, siç e tham, ka kontribuar për pavarësinë e Shqipërisë, që është Terence Toçi, ne kemi parë mundësinë që të lidhim, që të bëjmë marrëveshje binjakëzimi me një qytet i cili ka dhënë po kështu një personalitet jashtëzakonshëm siç është presidenti Rugova.